gjithmonë Biblën e kam konsideruar përveç një teksti besimi apo religioz, një bazë të papërshkrueshme dhe të paçmueshme filozofie, mendësie, mençurie. Dhe ka në vargjet e para tek Zanafilla kemi episodin edhe të vrasjes fare, këtu për të kuptuar domethënë se çfarë perspektive ka njerëzimi dhe ku i vendosë rrënjën dhe bazën e vet dhe ekzistencën e vet, mbi çfarë elementës që neve skandalizohemi pafund që lufta apo konflikti apo njeriu lind me gati lind me vrasje. Episodi i Kainit dhe Abelit është shumë i shpejt, për fat keq, për çmenduri, për absurd, për quaj si dush, për fatalizëm, është shumë i shpejt, është që ke vargjet e para. Dhe ka një pasazh shumë interesant pas episodit ku ofrojnë para hyniut ofertat përkatëse Adami dhe Abeli, thuhet që Zoti preferoi ofertën e Abelit dhe jo atë të Kainit, ndjes, thash Adami disa herë, po ishte Kaini. Dhe thuhet që Kaini u pezmatua. Domethënë shpreha është gati e përsosur, u pezmatua, u trishtua. Po ta lexosh në aspektin psikologjik, unë paktën kështu tentova të shihja se kisha kohë që më ngacmonte. Nuk thuhet u nervozua, thuhet u pezmatua, u trishtua. Ai shumë u trishtua dhe u pezmatua saqë e keqja filloi të hynte tek ai. Dhe aq fort filloi të hynte tek ai sa që çoi deri në një akt shumë ekstrem që është vrasja. Por fillimi nuk është nervozizmi, nuk është pakënaqësia, nuk është urrëtia ndoshta. Është mërzia. Bu. CHI. Po.